Para Slivet. Trillet Katterlet. Gem Armeni 3-2. Seti 2. Armeni në shërbim. Shërbimi i parë. Pesëmbëdhjetë 0. Trillet 0. Trillet 15. Katterlet 15. Katterlet 30. Barazin. Përparësi Shmumbili. Barazin. Cesiru.
Përparësi Armeni. Djem Armeni 4-2, seti i dytë, seti i parë Armeni. Qesi i lutë, Shërbim Shumbini. Zero 15. Zero 30. Zero 14. Pesëmëdhjetë 14. Tridhjetë 14. Shërbimi i parë. Barazi. Përparësi Armeni. Game Armeni +2, seti i dytë. Shërbim Armeni. Pesëmëdhjetë 0.
30-0. I kisha lutur edhe pak secili. Game set match Arben Islami 6-6-2. Mysafir të ndërroja kisha lutur edhe pak t'i ndajmë shpërblimet në të mirëve. Alla fucking my controller. Hey Ben. Just inside here, man. Inside 10 score. You see. Men hade intervju pak. Unë jam gazetar, unë jam gazetar. Pse çuçi vetë duam pa hire vetë. Kallzoj. S'dishe me lujt bre, po shoh. Kallzoj në terren. Çu thjesht do ta. Ben jepeni fjalë për fund. Morre. Po të dikun kur. Çfarë më fol për turnirin? Në pyet, turniri shumë mirë organizuar. Fort mirë organizuar. Për herë të parë po marr pjesë në një turni në Prizren. Kjo ka qenë e rëndësishme më pas se kush është çka. Çfarë lojtar kemi në këtë Kosovën. Dhe kallzove vetë. Edhe kallzove vetë. Mirë ka qenë, përndryshe organizimi shumë mirë. Ma mirë s'ka mujt me qenë. Edhe Prishtina e tregoj vetëm, edhe në Prizren. Cili klubi për Gizmi? Unë jam klubi tenisit Prishtinë. Po. E kam meritu beni me fitu, është ma i mire, kam me mbet ma i mire dejt. Besoj që një 2 vjetë s'ko me mujt kërkosh, pas një par jetonit, jeton hajdarit. Qaj ku me mujt? Misafire dhe misafir të nderuar. Na vjen mirë të jemi në një mes në të cilën, si të them, po kremtoj një tradit shumë të re, tradit mashësore, tradit që është për të lavduar që për herë të parë në Kosovë mbahet një farë turneu në Republikën tonë, një turneu tradicional në tenis si sport shumë më i ri në vendin tonë. Andaj, shoftë ullës që me pika të shkurtëra të njoftoj me pjesëmarrësit më të mirë të Kosovës, pa marrë parasysh i pari ose 32-shi
në këtë rast që kemi marrë pjesë afër 32 garues, secili prej tyre ka tregu një farë loje të bukur, një farë entuziazëm, një farë dëshirë, një dëshirë të cilën me të vërtet neve na u shtuk deri dikur si ëndër. Së pari, mos të zgjas, duhet të falenderoj organizatorit të tenis klubit Wimbledon të Prizrenit, si dhe sponsoristëve që nuk kanë kursyer fare veten për tenisin kosovar. Kështu, gjatë garave të cilat janë mbajtur brenda një jave, deri në gjysmë finale kanë arritur lojtarët më të mirë. Gjithsesi në gjysmën finale janë takuar Arben Mashkulli, si teniseri më i mirë i Prizrenit, dhe Gentian Riza, teniseri i dytë nga Prishtina. Andaj ju ftoj që të marrin dhuratat të cilat i kanë dedikuar për atë. Butik, Beni nga Prizreni, Meni Kapel, Meni Majic, që të dy garuzve. Për finalistët, s'kemi shka të flasin, e pa vetë, se çfarë loje treguan, dhe tyre i dëshirojmë sukses më teshme, si dhe gjithë garusëve tjerë. Kështu, për vendin e dytë, me një luftë të jetë interesante, i takoj Shkumbin Mustafës. Shkumbinit i takon veshje komplete, nga sponsoristët Neokomerc, Auto Teuta dhe vulkanizer Qesko. Kurse, një shpërblim tjetër, me këtë kohë shumë interesante, për vendin e dytë, nga firma Active Trend, i takon një nxemse. Një lutem, moment. Deshtëm zyrtarisht, me zyrtarizuar gjithësisht drejtori i Active Trendit, Derin Pasuli të dërgoj këtë. Prandaj ftojmë atë. Jemi mirë njohës. Tani, para se të Arben, është interesant se në mesin ton gjendet kryetari i Federatës Tenisit Kosovës, zotni Agim Islami. Andaj dështojmë disa fjalë para se të ndajmë problemin për zotni Arbenin të na thotë lidhje me përshtypjet e tija dhe se perspektivën dhe gjasat e ardhshme se çfarë do të ndodhin më tutje. Qoshen stati. Musafir të nderuar të klubit Wimbledon të qytetit të bukur Prizrenit. Para një vjetësh, kur unë dhe zotri Naxhi Kuqani e inauguruan këtë teren për të parën herë, nuk shpresonim se për një vjetë do të formohen aq teniser të mirë dhe do të kemi aq kvalitet të lartë çfarë u treguar në këtë turne.
në emrin tim personal dhe në emrin e kryesisë së Federatës së Tenisit, ju uroj të gjithë pjesëmarrësve për kualitetin e treguar në tenis, edhe i falenderoj sponsorët që mundësuan këtë manifestim të jetë aq madhështor. Urime dhe suksese tjera në të ardhmen. Tani, ajo e cila është më kryesore, do të shpallim lojtarin dhe fituesin më të mirë të Republikës së Kosovës, Arben Islamin. Zotni Arbenit i takon kupa e përhershme që do t'jetë tradicionale, gjatësisht në vitin ashëm për Prison Open. Ftojmë sponsoristin, Megasportin, të vi personalisht të dërgoj kupën fituesit më të mirë. Kujore. Arben. Dhe në fund, do të ftojmë sponsoristin general, ABC, Plast, Sakib Makasiun, që të dhuroj disa dhurata, lojtarit më të mirë, gjithësisht të parin që fitojnë në Kosovë. Jakubit, ti... është një torpë sportive, çantë. Pastaj janë bluza, gjithësisht jakna. Jakna sportive. Kurse një lojtar i cili tregon një farë interesim dhe perspektiv, Gjeni Mashkulli, si sponsoris Gjeni, jep një kapuç vendit të parë, gjithësisht Arben Islamin. Si dhe referve të cilët na kanë ndihmuar, naturisht, organizatorëve të turnirit, Naim Sheut dhe Jeton Adërgjonajt ka një dhurat modeste si njerit ashtu dhe tjetër. Para se t'ju falenderoj, para se t'ju them natën e mirë, dëshirojmë, në fund, firma Limit nga Prizreni, vendit parë dhe vendit dytë, nga një dhomë komplete për ngjyrosje, jep Limitin nga Prizreni. Për fund, mysafir të nderuar, t'ju parashojmë edhe disa turnira të ardhshme gjatë kësaj sezone. Prishtina Open mbahet pas 2 javë, eventualisht 3 javë. Pastaj mbahet PEA Open
diku mbas 1 muajve dhe në fund të sezonës mbahet Mastersi i 8 tenisera më të mirë të Kosovës, po ashtu në Prizren do të mbahet diku pas 2 muajve. Ndërsa gjatë javës së ardhshme është duke u mbajtur Gjatë javës së ardhshme gjetësisht të shtunën dhe të dielën do të bëhet turniri i veteranëve. Edhe dubli. Ashtu pra. Ju faleminderit. Lojt. Një dy. Ftohen të gjithë lojtarët që kanë marrë pjesë në këtë turne, le të vinë që ta shënojmë me një fotografi. Lojtar një dojnë. A ullën edhe poshtë? Lojtar të ullën e, disa. Vetë njërë është një pasë dhe raketat, po s'ka lidhje. Veç lojtar, A ti vim raketat, ajo? A mull? A po na zë kretve, ajo? veç shumë në tokë. Aba, lësullet dikush. Po dhe ne mullë. Pak më kushtu. E ke gisht një biblisë të fotografonat. Vëtan, e së vëtan. Veç pas kamera. Dhe shënon kamera s'ka bërë. Hajde, sponsorët dhe... Veç edhe pak, rrini edhe njerë. Hajde, po. Po, shkajt, po. Po, ka lëndu.